Lajmi tjetër. Jo për eksperiencë, për gjërat të tjera. Si e mbani ju... Si e mbani... Këmë e Gjani Ramane, nëzire të shkretën. Pastër e mbajmë. Portofolin. Se kishte për... Kuletën. Kuletën. Jo, e kam seriozisht, në shtëpinë tuaj, e mban ti apo bashkëshorte apo e keni të përbashkët? Në shtëpinë time mbaj vetë, Allah. Në shtëpinë time vetë mbaj. Jo, të tërë e mbajnë vetë me sa di unë. Se dhe gruaja ime ka portofolin e vetë, ku që në... Gruaja ime ka një shpreh. Dëgjoj, gruaja ime ka një shpreh kështu. Thot, parat e mia duhet jenë të mijat, kurse të tua duhet jenë të mijat. Po mire thot ajo, mire ka ajo. Partnerës tënde më pëlqen. Po, shumë e saktë ka. Çfarë ke ti? Çfarë është e jotja është dhe imja, çfarë është e imja është vetëm e imja. Po. Atëherë, kjo duket se po ndodh së fundmi, çiftet pas martesës po mbajnë llogari të ndara, pra secili ka kuletën e vet, ka buxhetin e vet, burri heq disa shpenzime, gruaja heq disa shpenzime. Ndërkohë në Shqipëri bëhet nami nëse ti e thua këtë si gjë, sepse janë ende me mentalitetin që buxheti duhet jeti përbashkët, mundësisht të menaxhohet dhe të kontrollohet nga bashkëshorti, dhe nëse ti e mban më vete dhe ke shpenzimet të tua, ti je një vajzë. Tashi mos na i bëj femrat si më të kulluarat e botës, sepse janë femrat ato që e kërkojnë këtë gjë pa mos u lodhur fare, dhe duke nxjerr bashkëshortit gjitha të ardhurat dhe duke pretenduar dhe nga lekët e bashkëshortit. Ornela. Tani ne nuk po flasim për gratë që po bëjnë namin në... Dëgjoj si është batuta e re e shekullit që ka dalë tani. Nuk është ti e zemra ime, po i bani ytë është i imi. Po pra, eksakt. Do me thënë, okej, mirë, unë nuk po them çfarë mendimi kam, se di që do ma... Adela, ti je një vajzë që punon gjithë ditën. Dakord? Dhe fiton të ardhurat e tua. Punon gjithë ditën dhe punon shumë. Faleminderit. Tani, dhe je një vajzë që kërkon. Tani, po të merje një bashkëshor që do të kishte të ardhurat e veta. Ti do të pretendoje si që pretendojnë gjithë gratë e tjera, unë kam përshtypjen që ti do vazhdoje të ruajt e lirin tënde. Patjetër, unë nuk dua të dorëzoj lekët e mia tek bashkëshorti në fund të muajit, por dhe që të mbaj unë shtëpi nuk jam me këtë mendje. Shtëpinë duhet ta mbaj burri. Të kishen. Jo, e ke jashtë shumë gabim. Jo, atë nksha zemrën. Këtu e keni shumë gabim. Këtu ju kundërshtoj të dyve. Këtu ju kundërshtoj të dyve. Nëse mundësia i jepet gruas, i jepet gruas. Qofse mundësia i jepet burrit, i jepet burrit. Po flas, Ornela, në një situatë ideale kur punojnë të dy. Nuk po them kur burri ka një hall dhe do punoj unë patjetër unë do e mbaj, por kur punojnë të dy. S'është punë halli, më ç'është mundësie. Po ç'a mundësia? Qofse dikujt i jepet mundësia më shumë, e ka ai mundësinë më shumë. Mundësit krijohen. Tani ky është një debat shumë i thellë.